Lulzim Basha hapi fushatën e koalicionit Euroatlantik në prezencë të kandidatëve dhe përfaqësuesit të CDU. Theksin e vurit e mbështetja për drejtësinë duke akuzuar Ramën e Berishën. Çdo politikan i arrestuar, i dënuar apo në proces për korrupsion do të përballet me procesin e përshpejtuar të zbulimit pasurive, sekuestrimit pasurive, konfiskimit pasurive. Ndër premtimet elektorale nënvizoi programet për të mbështetur fëmijët në mësimin e teknologjisë dhe inteligjencës artificiale. Do të vendosim themelin e një ekonomie konkurruese dhe do të kujdeset që brezi i ri të rritet pas një mangësi. Në fjalën e tij, përfaqësuesi gjerman theksoi se Basha ka mbështetjen e partisë kryesore në Gjermani. Gunther Kirschbaum e ka parë programin tuaj elektoral. Ai u përcjell këtë mesazh. Koalicioni Euroatlantik është e vetmja forcë politike në këtë vend që ofron një politikë bindëse, realiste, të realizueshme dhe mbi të gjitha të mirë për njerëzit e këtij vendi. Ndër të tjera, Basha theksoi rritjen e pagave dhe mbështetjen e të rinjve.